Çdo futbollist pavarësisht se ku e nis kombëtarja është ëndër e cila çdo futbollist punon shumë dhe shpreson shumë që një ditë ta bëjë realitet, ashtu si gjithë lojtarët që kanë punuar shumë dhe kanë arritur edhe këtë ëndër ta bëjnë realitet, ashtu kam punuar dhe unë dhe kam shpresuar gjithmonë që një ditë të jem pjesë e kombëtarës. Jam shumë i lumtur dhe ndihem shumë kënaq që kam arrit këtë moment dhe të them drejtën po e shijoj shumë. Duke qenë një lojtar që një kampionatin polak, mendon që do ndihmosh pak kombëtarën kundër Polonisë, edhe me atë që duhet pak më tepër për taktikat e Polonjës që kanë atje? Shiko, kombëtarja ka luajt besoj 2 vitet e fundit 3 herë me Poloninë, kështu që e njohim mirë, janë po njëjti brez lojtarësh, ka shumë pak ndryshime dhe patjetër që unë do mundohem të ndihmoj me aq sa ka mundësi të ndihmoj. Nga kampionati polak nuk janë shumë lojtarë cilët janë pjesë e kombëtarës polake, besoj ndjenin time janë diku rreth 4 apo 5 lojtarë nga kampionati polak. Po që, siç thash më përpara, e njohim mirë Poloninë se kemi zhvilluar ndeshje viteve të fundit me ato dhe besoj se do ta përgatisim shumë mirë këtë ndeshje.